kam pas edhe plot shok çam. Familje çame që kemi jetuar në blok ka plot që janë fantastik. Po atë ne kemi shumë shok. Dhe ata këndonin për shembull ndonjëherë, dhe familjet e tyre këndonin edhe muzikën çame. Po. Ka një trajtim pak më ndryshe, çik më delikate, kanë çik si më delikat, po, trajtimi. Shumë të bukura. Po. Unë doja të dija pse lindi tani nevoja për të krijuar një album. Pse tani? Kupton se ke 15 vjet pa album. Dhe domethënë pse në periudhën më të që ti zën më shumë nga gjithë, sepse kuptojmë që ka ardhur spontane, po si ka mundësi që të vi spontane në një periudhë të ngarkuar? Shiko, nuk është janë gjëra që parashikohen, po kuptimin që ti nuk a ka të bëj me pijen që ka lënë pijen? A mund ta themi këtë për publik? Ka mundësi. Turi. E gjon turin. Jo, është nga që ka filluar maçin. Po, nga maça, merdi nga maça. Ka diçka. E di çfarë është historia e vërtetë? Historia e vërtetë është një këngë. Po. Vetëm një. Që duhet kënga e parë në album s'u zbulon. Atë këngë kisha bërë. Dhe momenti që bëra atë këngë, thash kjo ka një nuancë shqiptare të bukur, por nuk e di sa do kuptoj po ta bëja një teke. Thash po sikur të bëj edhe 3 të tjera dhe të bëj një EP me 4 ose 5 këngë. Okej. Dhe gjeta një të dytë që ishte shumë e bukur, pastaj u bëj një të tretë dhe kur shkova tek 5-a, thash album. Sa e bukur si proces, si proces krijimi, okay? Një shkëndi ishte, një këngë. Do ta shpjegoj pastaj kur dali. Se nuk e këndojmë do. Se këndojmë do. Se do dali në datën 2. Ka disa histori shumë të bukura. Në datën 2 maj do dali. Okej, në datën 2 maj. Do hidhen të gjitha këngët njerëzit domethënë. Po, janë do hidhen të gjitha këngët njerëzit me 8 klipe? Me 8 klipe. Me 8 klipe. Ai ke shkruajt vet? Po, shumicën unë kam bashkëpunuar me Ideal Fantastik këtë herë, që është Eriet Barbullushi është shumë i talentuar, është një besim që unë i dhash atij, por që ai e ktheu të gjithë besimin mbrapsht, sepse ka bërë një punë fantastike, sidomos me orkestrimet, po dhe me idetë muzikore të jashtëzakonshme. Pastaj janë shtuar edhe disa dy artistë tjerë që janë miq të Erietit, që është producenti kryesor. Okej. Endri Fusha, nëse nuk gaboj, është dhe Kevin e kemi shumë Kevin. Dua t'ja ngatroj emrin Kevin është fantastike dhe Kevin ka luajtur kitare dhe u krijoi një grup shumë i lezetshëm që edhe mua më bëri të nxjerr gjëra që ndoshta i kisha brenda, por nuk dhe duhet të dalësh se kjo komforti duhen një grup artistësh shumë i mirë ose instrumentistë shumë të mirë të nxjerrin të zgjojnë gjëra që i ke po si nxjerr dot. Bravo. Për post kësaj, unë do doja të dija çfarë temash do trajtosh, do të për publikun, se unë e di. Çfarë temash ke trajtuar në album? Që mund t'i zbulojmë pak. Shiko, ky album është shumë, do thoya një fjalë anglisht, lovely, në kuptimin që nuk synon. Do thot lovely. Lovely do thotë acaruar. Lovely. Është lovely ora. Është shumë, si më thën, ka një energji të mirë. Në përgjithësi ka një energji pozitive. Është tamam album që është rrallë për mua, ju dini që jam edhe pak në ato nota depresive ndonjëherë. Po. Ky është album pranveror. Pranveror, pra. Po, pra këtë kishte. Po sepse sot nuk shiten më albume. E ke vënë që albumet nuk është se ecin shumë, a do jetë kjo Ku janë pritshmëritë tua? A ke pritshmëri që ky album do jetë nuk më intereson. Kur ti je i kënaqur, kur artisti është i kënaqur, kur ka spiritin plot. Këtë herë them sinqerisht mos më marrin kështu si po sta merr kursin e ri të si hipokrizi. Po. Zero. E di pse? Se jam shumë i lumtur. Sa e bukur, sa do doja kur e takova Albani para 2 orë, sa dua të jem si ky thashë. Jo. Sa dua të jesh kaq i lumtur. Jam në fushë me lule se. Po jo. Ti je i lumtur me një gjë që ke bër? Po, do të ka shumë e bukur. Do të rrallë. Do të rrallë pra, dhe un kam një periudhë që nuk është se po përjetoj shumë afër. Fatmirësisht që kur ka ndodhur kjo puna e koncerteve, fatmirësisht un tani kam një qasje tjetër, nuk ndjek më domosdoshmërisht trendin. Erdhi vera. Hiti verës. Kam hitin. Si ai muhabeti, hajde të dëgjosh një hit. Kam unë hitin. E ke ti hitin. Mos është idiot. Por ju garantoj diçka. Ky album i ka të gjithë. Po. Është i këndshëm, është i gjushëm, është on repeat, nëse do, është meditativ, është atmosferik, është good vibes, domethënë i ka të gjitha. Mezi e presim. Okej. Po mund të na zbulojë ndoshta vetëm një temë, një nga temat e këngëve.
Një tema nuk është. Nuk. Okej, mirë, do doja të dia një nga tema. Mirë. Ti e the në fillim që ka një histori kështu që vazhdon. Është një histori që vazhdon. Ka të drejtë.